Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim, në një tjetër video të re këtu. Mendova sot të hap kamerën dhe të regjistroj. Kam menduar që të bëj një video në javë për disa kohë, sepse nuk është se kam çfarë të tregoj, edhe mendoj se është gjëja më e mirë, duke xhiruar çdo ditë nga pak, gjërat që unë bëj edhe vendet ku unë shkoj, edhe del në fund një video e bukur. Unë sapo kam ardhur nga jashtë. Bleva disa gjëra që më duheshin, isha tek shtëpia e prindërve të Xhesit, edhe erdha tani, kam vendosur fasule për të bërë sot, duke qenë se është pak si freskët, nuk është se është ftohtë. Edhe këto ditë ka bërë pak fresk, ka rënë edhe pak shi, kështu që shkojnë fasulet, mund t'i ham akoma derisa të vija ajo vapa. Këtu në tavolinë kam bërë gati të gjithë përbërësit për të përgatitur simite turke, ose kuluri që i themi në Greqi. Por është hera parë që i përgatis. Receta që pash ajo vajza i përgatiste me mikser, duke qenë se unë nuk kam, do të i bëjmë me dorë dhe besoj se do dalin shumë mirë. Do të na duhen, sepse e kam recetën këtu. Pra këtë javë kam menduar të bëjmë shumë receta, duke qenë se janë ditët e fundit, edhe duaj që qa kam ushime ti shfrytëzoj edhe ti bëjmë receta të ndryshme. Kam në këtë recet do na duhen. Kjo është receta e plot, do me thënë e gjitha, por ju mund t'i zbrisni ose ti mblidhni, do me thënë t'i bëni më shumë për masa, varet se sa doni të përgatisni. Këtu për receta e plot është me 200 ml ujë i vakët, 200 ml qumësht i vakët, 3 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle plot me gjalp të but, 20 gram maja e freskët, 3 lugë çaj sheqer, 1 lugë çaj krip dhe rreth 650 gram miell. Tani unë këto do t'i ullë, sepse nuk do të bëj shumë, do i bëj 100 ujë, 100 qumësht, 1 lugë e gjysmë vaj, gjysmë lugë me gjalp, 10 gram maja, 1 lugë e gjysmë çaj sheqer, pak krip edhe miellin 325 gram sa i bie, sepse s'dua të përgatis shumë. Kam edhe farat e susamit që i kam të përziera me ato të tjera, por do mundohem të marr vetëm farat e susamit dhe t'i lyem. Do përgatis edhe një reels për Instagramin. Mos harroni të shihni Instagramin tim dhe të më bërni follow, sepse aty nxjerr më shumë gjëra, postoj më shumë gjëra gjatë ditëve. Dhe të fillojmë nga puna. Jam bërë gati për të bërë videon, edhe këtë them pak shpejt, ja u thash më duket përbërësit, por këtu kam sheqerin, kam një vezë, madje mund të përdor gjysmën e vezës, duke qenë se aty në recet ishte një vezë plot, por unë i kam përgjysmuar, kam qumshin e ngrohtë, ujin e ngrohtë, maja, gjalp, pak sheqer, na duhet edhe pak krip që e kam këtu. Mos haroj që t'ja hedh në fund, edhe mielin. Tani po filloj shpejt, jashtë ka nisur një super shi, edhe ku më mirë se këto ditët e freskëta që po na vjen dhe qershori, të bëjmë recetat edhe të rinë në shtëpi, të shikojmë filma dhe të bëjmë gjëra që ne kemi qef. Tani po filloj dhe shikojmë rezultatin si do na dalin. Duke qenë se kam edhe djath guda, cop, i bëra në kubik të veqër dhe do t'ja shtojmë këtyre simiteve turke dhe dalin shumë të mira sepse kam provuar dhe në Greqi, kam provuar dhe këto të thjeshtat edhe me djathë. Thash pse jo, ti bëjmë me djathë dhe ti kemi për në mëngjes. Ndërkohë gluteni im në maja edhe barku super i fryrë, por s'ka që do ham tani se na presin pushimet dhe do knaqemi. Këtu kam qumshin, ujin edhe sheqerin edhe majan, të cilat janë aktivizuar, se nuk e kthej dot kështu, sepse mos më derdhet. Dhe do shtojmë vezën, gjalpin, vajin,
djathin guda, do shtoj dhe pak krip, më pas mjellin e punoj mirë edhe brumin e kam gati, e punova tek banaku më shumë, edhe këtë tasin ku kam krijuar brumin e lyva me vaj ulliri pak, që të ribut brumi, edhe do ta mbylojmë, do ta lëm për 45 minuta që të fryhet, dhe më pas do krijojmë simitet, kulurjat. Tani do ta mbyloj me këtë pecetën e pastër dhe do ta lë brenda tek fura, siç ju thash, për 45 minuta, në mënyrë që brumi të aktivizohet dhe t'i kemi gati. Brumi për kulurjat janë gati, edhe shikoni pak sa shumë është fryrë për 45 minuta. E kam lënë si për pianurës ku po bëja dhe fasulet dhe është goxha ngrohtë, kështu që është gati për të krijuar kulurja dhe mezi pres të shikoj se si do dalë në fund. Nuk e keni iden se sa të buta që janë, unë tani i bëra, besoj se e pat dhe në video, që i krijojnë formën e kulurit edhe do t'i lagim me ujë dhe me fara të ndryshme, fara susami, duke qenë se unë i kam të gjitha të përzierë, i kam bërë kështu, kam bërë dhe 2 në formë rrethore, dhe shpresoj që të dalin shumë të mira, por kam besimin se po. Kam ndezur furën në 230 gradë në mënyrë që të nxehet. Kam vendosur dhe një tepsi me ujë që të krijohet ai avulli dhe të bëhen më të buta, mezi pres t'i provoj në fund. Kanë edhe djathin guda brenda, ju po të doni ja vendosni, po të doni jo. Edhe të shikojmë se si do na dalin deri në fund, shikoni sa të bukura që janë. Janë gati, u poqën shumë shpejt për 20 minuta, mund të them, në 230 gradë, duken shumë të buta, nuk e di, por tani do t'i bëj pak video për Instagramin, për Reelsin, edhe pastaj do e provojmë bashkë që t'i shikojmë se si kanë dalë. Unë sa po mbarova Reelsin e Instagramit dhe shikoni pak se sa të buta që janë. Janë super të mira. Kanë edhe djathin guda brenda dhe janë shumë të shijshme. Mund t'i shoqëroni në mëngjes, me qumësh, me kos në darkë. Mendoj se shkojnë me çdo gjë dhe janë shumë të shijshme. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. Jam tani duke lar pianurën edhe pyeta ChatGPT-n, duke qenë se nuk po gjeja zgjidhje dhe mënyrë për të hequr këto njollën që është bërë tek njëra nga këto pllakat e pianurës, edhe ChatGPT-ja më gjeti zgjidhjen. Po më jep të arsyet nga se mund të jetë bërë, por unë isha e sigurt që nuk kam derdhur asnjë gjë mbi të, edhe nuk e kam gërvishtur me tenxheret ose me tiganët, sepse kam përdorur më shumë këtë që është më madhe. Dhe njëra nga arsyet që më pas më bëri të mendohesha është që unë
Gjithmonë sa herë kam përdorur këto pianurën, domethënë për të gatuar dhe ka rënë ndonjë njoll ose ndonjë pikë vaj ose nuk e di çfarë, ja kam hedhur solucionin që laj pianurën direkt të nxehtë. Edhe ajo ka krijuar atë tharjen edhe ka marrë atë shtresën e bardhë. Kështu që tani më dha zgjidhjen ChatGPT-ja që të provoja ta laja me sot buke dhe uthull. Unë kisha provuar me limon dhe sot buke, por nuk është se më kishte dhënë shumë rezultat, plus që ChatGPT-ja më tha që limoni se çka krijonte diçka mbi pianur edhe ta bënte më keq. Kështu që provova hodha sot, kam hedhur uthull molle të bardhë apo uthull rushi. Çfarë është kjo? Uthull ushqimore, nuk e di me çfarë është rushi apo molle. Edhe po shikoj që po jep rezultate, bëra një herë, e pastrova mirë, tani po e bëj prap, po e fërkoj me këtë sfungjerin e enëve, sepse nuk duhet të jetë një tel ose diçka e fortë për ta gërvishtur. Edhe po e provoj prap, por pash me herën e parë që po i duken ajo viza, domethënë që ka anësh pianura. Shpresoj shumë që të hiqet, sepse nuk e shikoj dot pianurën e re, që mund ta kem përdorur. Sa herë e kam përdorur unë, që kur është bërë kuzhinë e re, 6 muaj mund ta kem përdorur. Imagjino mbas 5 vitesh si mund të bëhet? Se nuk e kuptoj, domethënë që si arrita unë në këtë lloj gjendje, por e kuptova gabimin, ja kam hedhur të nxehtë në pllakën e nxehtë të gjithë solucionin dhe ajo ka krijuar atë tharjen. Kështu duket pianura 2 herë që kam përdorur uthullin dhe sodën. Shikoni pak, kjo viza anësore nuk i dukej fare dhe tani ka filluar të dalë në pah. Por ka akoma shumë punë. Besoj duket dallimi me këtë këte dhe këtë këtu. Nuk e di, do t'ja provojmë. Do të mundohem ta heq, nuk e lë kështu këtë pianurë. Nuk duket fare bukur as për syrin. Shikoni pak ndryshimin, tjerat janë nxit, vetëm kjo është kështu, ka qenë më keq. Tani besoj se i bëri mirë ajo që provova me uthull. Do të marr sot tjetër sepse e mbarova të gjithën, që të provoj prap. Ta provoj shumë herë derisa ta heq. Unë ndërkohë kam lar edhe tostierën. Unë ja u kam thënë dhe në video të tjera, tostierën e laj gjithmonë me shkum, edhe e shplaj në lavaman, e lë 2-3 ditë në këtë lloj pozicioni që t'i kullojë gjithë uji dhe të thahet dhe nuk është se kam patur probleme. Nëse një ditë më gjen diçka më së korrenti, do jetë nga kjo. Ju mos e bëni këto që bëj unë, por kjo më ka dalë efektive edhe lahet shumë mirë, i heq edhe këto, i fërkoj mirë edhe del cic. Nuk e di sa budallaqe nga njëshi deri tek unë mund të jetë një njeri. Dola për të shkuar në dyqan, sepse janë disa ditë të muajt, besoj më kuptoni, që unë vdes të pi një lemon soda, sepse ndjej një shfryrje tek zona e barkut, por dola mora çadrën, parë që s'po binte shi, e lash çadrën tek obori. Shkova në dyqan, domethënë sa dola tek rruga kryesore, më ka kapur një super shi. Mishi kisha marrë një bluzë me zinxhir me kapuç, e hodha kapuçin te koka që nuk u laga. Edhe tani në kthim po binte pak, por hajt ja dolëm, erdha në shtëpi. Edhe mora në dyqan, po e larshesën. Mora një lemon soda edhe sot buke, të gjitha me sot. Mora këto të dyja. Këtë do hedh pak akull tani sepse ishte e ambientit, nuk ishte në frigorifer. Kam këtu edhe sodën e bukës që do bëjmë prap provat me pianurën dhe sot do ri gjithë ditën në shtëpi. Unë kam bërë fasule që dje. Edhe do ham pra fasule sot. Nuk jam një njeri që nuk mërzitem të ha një gjell 2 ditë rresht, se kam problem fare. Do merrem pak me laptopin, do përgatis do punoj, do bëj disa stikera, disa logo që do më duhen për faqen time të ëmbëlsirave, jo për atë Angela Lilo ku tregoj receta nga përditshmëria ime dhe gjëra të ndryshme që kanë lidhje dhe me YouTube-in, por me faqen tjetër që do ja u lë këtu poshtë, Chocolatiers Micro Home Bakery. Është
bakery im i vogël që dua të krijoj në shtëpi kur të shkoj në Finland, dhe sa po të shkoj me kismet Zotit, jemi mirë, dua që të merrem me fillimin e porosive për faqen, me ëmbëlsira të ndryshme dhe torta. Kështu që kush është në Finland, në Helsinki sidomos, unë do filloj të marr porosi për ëmbëlsira të ndryshme, mund t'i hedhni një sy faqes time të cilën ja u kam lënë këtu poshtë dhe të shikoni ëmbëlsirat dhe tortat që unë bëj. Jam shumë e lumtur dhe mezi pres të filloj dhe kjo fazë e jetës time ku të merrem me këtë gjë që unë kam qef. Dhe siç që thash, do marrem pak me këtë stikera dhe gjërat që më duhen. Dhe nesër kur të dal, se nesër kam plan që të dal, mos të rri prapë në shtëpi, të merrem pak te kancelaria që shkoj dhe i bëj këto stikerat, t'i kem gati, sepse në Finland nuk e di se ku i bëjnë këto gjëra, kështu që më mirë t'i kem disa gjëra gati edhe në momentin që filloj me porosit, t'i kem. Kështu që ky është plani im për sot. Dje mbasdite në fakt nuk fola shumë, bëra picë në darkë, me brumin e picës të gatshëm nga Konadi, që është super i mirë dhe ja u sugjeroj që ta merrni. Dola pak te liçeni para se të bëja picën, bëra pak një ecje, keni parë besoj pamjet, kështu që për sot kam menduar mos lëviz fare nga shtëpia, të merrem ato gjëra që u thash, të shikojmë ndonjë film, ndonjë gjë, kam nisur një serial në Netflix. Si e kishte Thank You Next, por është versioni turk. Unë vdes për filma turk, nuk shikoj asnjë gjë tjetër përveç atyre, kështu që më pëlqen deri tani dhe jam fiksuar mbas atij lloj seriali. Tani po bëj gati të pi lemon sodën time edhe po merrem me punën që u thash. Si harova t'ja u tregoj, por në mëngjes që në orën 9:30 më erdhi një porosi që bëra dje, më erdhi shumë shpejt në fakt, as 24 orë. Isha fiksuar, doja një fustan të bardhë të gjatë për tani për pushimet verore dhe mendoja ta kombinoj me sandale ose me ato shapkat ngjyrë kafshë që i kam marrë që vjet, edhe pastaj se duket shumë bukur dhe të bëjmë një gjë në një foto të lezetshme gjatë pushimeve verore. Ky është fustani, shikoni pak sa i bukur që është. Vjen kështu tek pjesa e dekoltes, ka këto lidhset, është me këto tantella, ngjan si një fustan princeshash. Nuk e di, është shumë i bukur, vjen deri tek kyçi i këmbës në fund dhe ka këto lidhset, më pas materiali poshtë vjen një copë e tillë, domethënë nuk është njësoj si kjo pjesa lart, dhe vjen një gjatë. Ri shumë i bukur, do ja u lë një foto këtu, inshallah nuk harroj që t'ja u lë foton këtu, dhe të shikoni se si më ri i veshur. Nga mbrapa është i mbyllur, me zinxhir, dhe ky është fustani. Me thënë të drejtën, nuk e di a ja vlen për çmimin që unë e kam marrë, mbase mund të ishte edhe më pak, mund të gjeja për shembull në shenjë fustan si ky i bardh, por unë u kujtova pak si vonë, edhe nuk na del koha që unë të bëj një porosi që të ma sjelli Xhesi, sa i javën tjetër vjen, kështu që nuk do ma sillte dot. Dhe unë e doja për pushimet edhe porosita këtu tek një faqe në Instagram, kam marrë edhe një herë tjetër rroba te kjo faqe dhe më kanë dalë fiks siç janë në foto. Ky fustani kushtonte 25.000 lek, por varja, tani na duhet për pushime të bëjmë një foto të bukur. Këtë gjë doja t'ja u tregoja, sa afër që jam. Këtë gjë doja t'ja u tregoja dhe tani vazhdojmë me punën, t'i lëm llafet sepse unë kur filloj dhe flas nuk mbaroj. Ja ku jam unë prap, sepse kisha ndërmend t'ju tregoja edhe 2 blerje të tjera që unë bëra tek Megatekur kur shkova me vajzat, por kam harruar t'ja u tregoj juve këtu. 2 blerjet janë këto 2 finxhanët që kanë këtë ku i mbajmë finxhanët, janë kështu prej xhami. Është kjo në ngjyrën blu dhe një në ngjyrën roz. Një për mua dhe një për Xhesin, sepse do marrim një ekspres kafeje kur të shkoj unë me kismet, edhe t'i kemi për të pirë kafe në mëngjesit bashk në balkon. Do rregullojmë dhe balkonin bukur dhe ishin 1.500 lek një. Nuk është se ishin shtrenjtë, mora 2, kishte edhe lloje të tjera me gold, por unë thash t'i merja kështu që të dallohet kush e ka kë finxhan. Dhe shikoni sa të bukura që janë. Janë shumë të thjeshta, por shumë të bukura. Ika tani se lashna.
Mirëmëngjesi nga dita tjetër, nga një ditë tjetër, nuk e di e sajta ditësh që ne po xhirojmë. Sot është ditë e enjte, unë jam bërë gati. Kam veshur këtë bluzën kafe të thjesht nga Levi's, edhe këto pantallonat me kuadrate të Zarës, që i kam këtu e shumë kohë, por që më pëlqejnë edhe ndihem rehat me këto. Më rim pak fare si të vogla, mendoj këtu tek pjesa e sipërme, por nuk është se është diçka shumë bezdisëse. Siç po ju thoja, do dal me Evën, kemi një 4 ditë që si jemi takuar. Do shkojmë tek studio e saj për të bërë për një punë të vogël, në fakt sepse kemi një vajzë që do vi me një bebe të vogël dhe unë do ta ndihmoj që t'i bëjmë foto. Më pas nuk e di se nga do shkojmë, por mbase dalim të pim ndonjë gjë, nuk jam e sigurt. Do shikojmë kur të takohemi, madje tani sapo më shkruajti. Ja, sa të më zinë vezët, thot Eva. Se Eva, po ta dini ju, del pa mëngjes, unë gjithmonë e ha mëngjesin dhe më merr më qafë sepse ble brioche. Edhe unë të ndohem nga brioshi që ble dhe ajo, edhe e ha edhe unë. Hani mëngjesin njerëz që mos hani budalliqe jashtë, siç po ju me Evën. Dhe sapo të na vi dhe Eva, thash të hap kamerën, t'ju tregoj se si isha veshur, jam bërë gati. Sot e kemi me super shikon, ka rënë gjithë natën edhe në mëngjes. Kështu që e kemi planifikuar ditën sot. Nuk e di se çfarë do bëjmë. Kur dalim me Evën të papritura na ndodhi, nuk është se na ndodh në një gjë kush e di, po thjesht kemi ato qefet, jo dalim pim në një kafe, jo shkojmë në një vend, nuk është se jemi një mendje edhe kemi shumë gjëra të përbashkëta, na pëlqejnë të njëjta gjëra pothuajse edhe kemi të njëjtën mendje me pak fjalë edhe nuk ja prishim njëra tjetrës për asgjë. Kështu që tani po bëhem gati, po vesh atletet, po marr çantën dhe të dala avash sa të vi dhe Eva. Ndërkohë ne do ju marrim me vete, do e marr kamerën me vete. Kam marr këtu edhe këtë dust bagun e kamerës, ku e fus këtu brenda, edhe kam të sigur se herët e tjera e marr e fus te çanta edhe kam frikë se do më gërvishtet. Kështu që shihemi më vonë. Që do themi Eva? Që kemi ardhur tek studio? Po ti mos na e nxirr këto, për pas kemi ardhur këtu te studio, do pim një kafe. Do bëjmë tani. Po. Endeza. Okej. Edhe pastaj kemi pak punë. Kemi një set fotosh, se u kanë treguar unë që kemi një set fotosh. Kemi një set fotosh për një bebe 9 muajshe, Sabrieli. Edhe çfarë është gocë apo çu? Gocë. Sa e kemi qef ne. Kemi fjongo gjëra të bukura për të bërë. Edhe do bëjmë një set për një qershorin. Po. Angela do ndihmoj. Do ndihmoj me. Do mikim në Finland se do ta kisha marrë në punë. Do ishim bashkë këtu duke bërë foto, po? Po. Çfarë ti bëj me Evës tani e hapi studion? Po bëj dhe për... Kemi një orë këtu, po na binte shkuma e qumshit që Eva të bëj një foto për faqen. Unë ula këtu të shkallët, po shijoj kafe. Edhe foton e bëra, rri Eva, rri. Nuk pëlqen. Rri aty bëj foto, pi lëngërshtenje pastaj. Kemi një mik të vogël, është futur një zog. Po tani si do ja bëjmë? Jesh dukur si lëndin, moj, te ky sfondi që kemi këtu. Që pas ke marrë masa gjithë. Dali në shetë. Se dhe ky photoshooting. Jemi ujë në djers. Të bësh foto kalamajve të vegjël, bebave, sa është e bebe, është shumë e vështirë. Jo bebe, 9 muajshe, pak e rritur edhe prandaj ishte edhe më e vështirë. Se nuk rrinte në një vend, besoj keni parë në për klipet që ju kemi lënë më përpara, nuk rrinte në një vend. Donte të hante çdo gjë, na kapte ne nga flokët. Na ka prishur një dy gjëra të vogla, po siç bëjmë bebat. Eva tani, se ngelëm këtu. Se vendin e gjetëm ku do shkojmë. Direkt të ham, fuqishëm.
Tani un kam që kur kemi dalë bashkë në fillim me fare, i them bëj dhe ti vlogje për YouTube se kjo e ka lirshmërinë, nuk ka turp, ka ça tregon sepse un për shembull jam për pastrimin, për receta të ndryshme, për në shtëpi më shumë gatime. Në fakt unë gatuaj, po nuk është se... Kjo është për të kripurat. Po. Por përveç të gatimit të kripurave, Eva ka për shembull t'ju tregoj edhe nga përditshmëria e saj në studio. Ka t'ju tregoj edhe bën shumë udhëtime Eva gjatë vitit, është tipi që bën shumë udhëtime. Edhe do ishin goxha interesante. Tani na komentoni, na thoni dhe ju mendimet tuaja. Do më ndishnit ju Eva si youtubere. Kam gjithë të kohë që i them, jo po unë, kush ri editon. Po një moment, një ditë është ajo. Duket kështu sikur nuk e për të bërë një gjë të madhe, po ka goxha punë normale. Kur të shkosh me pushime, do të çmendesh pak burrin. Se po bën edhe vetë me gjatë gjithë kohës. Po burri jot është një fotograf, kështu që se ka problem të thuash për burrin tim, po, që janë dy jetë. Foto në studio, foto në shtëpi, foto me kur shko me pushime, çmendet i shkreti. Po mirë, me ti nuk është e thënë të regjistrosh 7 ditë që jemi pushime, regjistro 3 ditë. Ose çdo ditë nga pak fare. Do ta mendoj, Mendoje Eva tani se kamerat i ke. Nuk të mungojnë kamerat ty. Duhet një kështu e vogël si e jotja. Me telefon. Dashket vogël si e. Ti këtë madhe. Kështu që votoni, a duhet Eva të hap YouTube. Të hap një kanal në YouTube? Hape njerë. Po kam hallë se doja u kaloja atyre youtuberave me po jo, se cila ka atë audiencën e vet. Se për shaka. Jemi kështu të thjeshta, ne nuk kërkojmë, na mjafton të kënaqemi reale, po, dhe dalim ashtu siç jemi, pa komplekse. Pa komplekse. Un kam çik më shumë komplekse se Angela, nuk ka shumë komplekse. Jo, më intereson fare. Por do të dalin me kalimin e kohës. Tani po futemi në parking ne, tek Toptani, që të shkojmë tek Lezeti. Dhe një foto. Mirë kemi dalë, ka dhe gjatë jo me si zëmbra. Për kujtim, të gjatë s'ishte nevoja, po. Unë do marrë këtë... Jo, unë do marrë këtë këto. Pide me mish dhe djath. Gati për ti për foton dhe Evu. Gati. Lush njëre, ku është Korçare? Prim Angela. Ne kemi ngrënë aq shumë dhe na kanë super pëlqyer. Ishin shumë të shijshme, të ngrohta vinin të gjitha. Po kemi ngrënë aq shumë sa që po na plas stomak. Kishim ndërmend të bënim një ecje nga liçeni, por Eva do ketë njerëz për dark. Rozi, ku dita e famshme. Do vi për dark. Do shkoj për dark dhe Eva duhet shkoj që të përgatisi darkën. Edhe nuk do bëjmë ecjen, por s'ka gjë. Treten vet ato, po. Unë s'do ha dark, po. Por që ja super vlenin, ishte vend shumë i lezetshëm, edhe stafi dhe shërbimi ishte shumë i mirë. Shumë të sjellshme ato dhe shumë të mira. Dhe na pëlqyen ato gjërat. Morëm edhe mbërësirë në fund kunefe. Edhe atë San Sebastian cheesecake. San Sebastianin e gri me hëngrëm, kurse kunefen është çik si e rënd, ajo se është me sherbet, me mozzarella, me këto, edhe e morëm me vete, nuk donim të hanim. Tani do ikim për në shtëpi. Jemi nga dita tjetër, por unë nuk e di se çfarë kisha shtypur tek kamera dhe e kam bërë pas zë këtë filmim. Përgatita mëngjesin tim dhe fillova t'ju tregoja se çfarë do bëja gjatë asaj dite. Kisha menduar të organizoja dhe të rregulloja pak shtëpinë dhe gjithashtu po ju tregoja se çfarë do përgatisja për drek. Do bëja pasta me këtë konserv, mund ta quaj, me tuna, salat, që janë super të shijshme dhe janë pikante. Unë vdes për pikante. Rregullova pak kuzhinën duke larë enët dhe në fund u mora pak me valixhen, por rregulloja pak valixhen, nuk e do e them se për ku është kjo valixhja, por do ta shihni në vlogjet e tjera.
Ndërkohë që pastat bëhen, unë u bëra gati shpejt e shpejt, po ju tregoj pak edhe përgatitjen e pastave dhe u bëra gati për të dalë me shoqet. Duhet të takoja edhe disa shoqe të mia. Shkuan tek një lokal që shkojmë shumë shpesh, që është tek Pedonalia, tek Cafe Millennium, është shumë bukur dhe atmosfera aty është goxha e lezetshme. Shkova dhe tek dyqani Anais për të bler lapsat, por që do ja tregoj pak më vonë. Kthyer unë në shtëpi, kisha dalë mbas dite, duhet të takoja dy shoqe të mia. Edhe shkova tek Anais, që është tek rruga Elbasanit, sepse nuk e di nëse ja u kam thënë, por atje unë ble gjithmonë lapsat e buzëve të Anais, që janë super të mira dhe zjasin shumë, nuk harxhohen shumë shpejt. Unë kisha pa bler lapsat e Anais këtu e një vit e gjysmë, gati 2 po bëj, edhe mora këto dy ngjyrat e përhershme, është numri 301 dhe 311, janë shumë të mira dhe unë janë të këto tonalitetet e kafes, nuk është se guxoj shumë, dhe në fakt këto dyja më shkojnë. Tani unë jam duke edituar videon që ju po e shihni tani, por pash s'kisha bërë një mbyllje, kështu që u çova shpejt e shpejt, mora kamerën, ju tregova këto dy blerjet dhe doja t'ju mbylljen. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Kam vënë re që videot e fundit po ju pëlqejnë goxha shumë, por ju mos harroni të bëni një subscribe për mua, sepse kjo do të thotë shumë për kanalin tim që të rritemi dhe më shumë. Ne do të shihemi të shtunën tjetër, sepse unë tani kam menduar të postoj çdo të shtunë në orën 4, ose nuk e di, mbase ta ndryshojmë këtë orarin, nuk e di, më thoni në orën 4 ose në orën 11 ose 12. Kështu që çdo të shtunë do të kemi video, një video në javë, vlogu javor, do të kemi gjëra të bukura. Kjo javë që vjen do të kemi shumë gjëra të reja, gjëra të bukura. Do të kemi një summer glow up, sepse do shkoj dhe do lyej flokët, kam për të bërë thonjë, pra do bëhem njeri. Do ndryshojmë dhe të shikojmë, jam shumë kurioze për flokët si do më dalin, kështu që mos harroni të më ndiqni dhe në videot e tjera që të shikojmë pak ndryshimin. Kjo ishte video për sot, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Shihemi të shtunën tjetër. Pafshim!